Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Çdo besimtar, edhe i vetëm, ka të drejtë të shpallojë praninë dhe fuqinë e frymës së Zotit në jetën e tij për gjithçka që Zoti ju ka thënë të bëni. Të dashur dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. Imagjino dikë që ty kërkoj të bëni diçka që nuk e keni bërë asnjëherë. Le të themi, ndërtoni një shtëpi. Ata ju japin projektin edhe të gjitha materialet e ndërtimit, por nuk ju japin mjetet e duhura. Nuk ju japin as çekiç, as gosht, as sharr dhe as metër. Është e pamundur ta bësh të punë. Nganjëherë jeta e krishterë duket po aq provokuese. Shkrimet e shenjta na thon shumë qartë se si të jetojmë, por neve na duket se jemi të paaftë të përmbushim ligjet e Zotit. Pikërisht në këtë moment e kuptojmë se kemi kaq shumë nevojë për frymën e shenjtë. Ne kemi nevojë të varemi tek ai. Mëso më shumë rreth fuqisë së frymës së shenjtë në jetën e besimtarit ndërsa dëgjoni Dr. Charles Stanley në programin e sotëm Prekja e Zotit. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm të programit tonë. Në këtë mesazh dua të flas për fuqinë e frymës së shenjtë në jetën e besimtarit. Shumë njerëz mendojnë se fuqia e frymës së shenjtë është diçka e mrekullueshme që bën Zoti përmes disa të ashtu quajtur shërues, predikues apo mësues të famshëm. Por në këtë mesazh dua të kuptoni diçka tjetër. Dua të kuptoni se puna, shërbesa dhe fuqia e frymës së shenjtë jo vetëm që është për çdo besimtar, por është dëshira e Zotit që ta ketë çdo besimtar, pavarësisht se çfarë përfaqëson. Shpeshherë kjo është një pengesë e madhe që na duhet ta kalojmë, sepse shumë njerëz mendojnë, mirë, kjo vlen për misionarët, kjo është për mësuesit, kjo vlen edhe për predikuesit, por kjo nuk ka të bëjë me mua si biznesmen, ose me mua si nën, ose me mua si student. Unë jam bujk, unë jam ndërtues, ose jam sekretar, ose punoj diku në botën e biznesit. E çfarë ka të bëjë fryma e shenjtë me secilin nga këto? Dëgjoni me kujdes, sepse është shumë e rëndësishme që ju dhe unë të kuptojmë se ky mesazh nuk është i përcaktuar vetëm për predikuesit, misionarët dhe mësuesit e Biblës, por Zoti kërkon që të jetë pjesë e jetës së çdo besimtari. Në fillim do të përkufizoj se çfarë nën kuptohet me fuqinë të frymës së shenjtë. Fuqia e shpirtit të shenjtë është pushteti hyjnor dhe energjia që Zoti lëshon në jetën e çdo njërit prej fëmijëve të tij me synimin që ju dhe unë të mund të jetojmë një jetë të perëndishme dhe të frytshme. Fuqia e frymës së shenjtë është energjia dhe fuqia hyjnore e Zotit që përshkon çdo besimtar dhe i aftëson të jetojnë një jetë të perëndishme dhe të suksesshme. Për këtë lloj fuqie ka fjalën Zoti kur flet rreth të veshurit me fuqi nga lart. Tani më lejoni t'ju them diçka. Fryma e shenjtë nuk mund të manipulohet. Ju nuk mund ta detyroni frymën e shenjtë të bëjë asgjë. Zoti na ka dhënë frymën në mënyrë që të mos e manipulojmë atë që të bëjë gjëra për ne. Fryma e Zotit, kur vjen brenda jetës së njeriu, i jep energji trupit. Ai ndriçon mendjen për të kuptuar të vërtetën. Dhe jo vetëm kaq. Ai e ushqen shpirtin ton me një pasion dhe përkushtim ndaj Zotit të plotfuqishëm. Në këtë mesazh dua t'ju jap një pamje të plotë të frymës së shenjtë. Dua të filloj me diçka tepër të thjeshtë dhe të vazhdoj me gjërat më komplekse. Një gjë e kam merak. Nëse do ta dëgjoni me kujdes këtë mesazh, nëse tregoni të mençur dhe merrni disa shënime, jo vetëm që do të ndriçoheni mbase në disa fusha, por do të bëheni më të guximshëm në jetën tuaj, pavarësisht nga profesioni apo shërbesa që keni. Sot dua t'ju jap një listë të punëve të frymës së shenjtë. Në jetën tuaj dhe timen, shumica prej tyre janë pjesë e jetës sonë të përditshme. Tani dua të shihni çfarë janë ato dhe të kuptoni se sa e rëndësishme është që të kuptojmë se kjo është diçka që Zoti po bën ose do ta bëjë në jetën e përditshme tuajën dhe timen. Kjo nuk ka të bëjë se me çfarë përballoheni ju në jetë. Pra, le të mendojmë rreth punës së frymës së shenjtë. Sot do t'ju tregoj punën e frymës dhe më pas se në cilin kapitull të Biblës është e shpjeguar. Nuk dua që të kufizoni me leximin e një vargu. Dua që të lexoni me kujdes të gjithë kontekstin në të cilin është shkruar. Tani kur mendoni rreth punës së frymës së shenjtë, ne tham para së gjithash se kur flasim rreth fuqisë së frymës së shenjtë,
Kjo është një energji hyjnore që Zoti e vendos në jetën tonë, që të na aftësojë fizikisht dhe emocionalisht të bëjmë gjërat që na kërkon ai të bëjmë. Kështu që Zoti është duke punuar në jetën tonë çast pas çasti dhe ditë pas dite. Bashkë me këtë marrim autoritetin. Me këtë autoritet vjen edhe një lloj konfidence. Kjo nuk është një konfidencë njerëzore, natyrale. Është një konfidencë e bazuar në marrëdhëniet, besueshmëri e bazuar në atë që ai thotë se do të bëj fryma e shenjtë në jetën tonë. Kështu ne marrim autoritet. Ne mund të flasim me pushtet sepse jemi absolutisht e sigurt për atë që po thot Zoti. Tani mendohu pak për këtë. Unë do t'ju jap disa nga ato që ti shkruani. Para së gjithash, puna e parë e frymës së shenjtë është bindja që jemi mëkatar. Kështu ne shpëtohemi. Bindja për mëkatet tona gjendet tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 6. Ai na rigjeneron, që do të thotë se sjell përvojën e shpëtimit si rezultati i kësaj bindjeje për mëkat, të shpjeguar tek Ungjilli i Gjonit kapitulli 3. Bibla thotë, ai banon në ne, ai jeton brenda nesh në shpirtin ton. Tek letrat e Romakëve kapitulli 8 dhe tek Efesianët kapitulli 1 thuhet se ai na vulos si fëmijët e Zotit për gjithnjë. Kur shpëtohemi me anë të hirit të Perëndis, fryma e shenjtë vjen të banojë në ne. Dhe Bibla thotë se ai është pagesa që ofron Zoti për ne. Shenja që ne i përkasim atij dhe gjithçka që Zoti ka premtuar për ne në parajs e ka për ne. Jo vetëm kaq. Në kapitullin e 14 të Ungjillit të Gjonit, Bibla thotë se ai është mësuesi ynë. Unë mund të flas fjalë, por fryma e Perëndis mund t'ju mësojë të vërtetën. Jo vetëm kaq, ai është i vetmi që na rikujton për gjërat që dim dhe që kemi mësuar. Nëse duam t'i rikujtojmë, mund të lexojmë tek Ungjilli i Gjonit kapitulli i 14. Jo vetëm kaq. Ai thotë se është udhërrëfyesi ynë në kapitullin e 16 të Ungjillit të Gjonit. Ai është i vetmi udhërrëfyes i yni drejt së vërtetës. Në të njëjtin kapitull ai thotë se është i vetmi që zbulon të vërtetën për ne, sa herë që kemi nevojë ta kuptojmë të vërtetën. Shkrimi thotë se ai është edhe mbulesa jonë në kapitullin e 14 të Ungjillit të Gjonit. Ai thotë se është i vetmi që na jep dhurata shpirtërore në letrën e parë të Korintasve, kapitulli 12. Ai është i vetmi që jo vetëm na jep dhuratat shpirtërore, por edhe na mbush me frymën e shenjtë. Është i vetmi që sjell tek ne suksesin, tek letra drejtuar Galatësve, kapitulli 5. Ai është i vetmi që na fuqizon, tek kapitulli i 24 i Ungjillit të Lukës, si dhe tek kapitulli i parë tek Veprat e Apostujve. Tani duhet të mendonin për këtë gjë. Fryma e shenjtë është e gatshme të punojë në çdo fushë të jetës suaj dhe time, ku ne nuk ndjehemi të plotësuar brenda vetvetes. Le të mendojmë për një çast rreth kësaj. Personi i frymës së shenjtë është i vetmi që jo vetëm na gjykoi për mëkatet, na shpëtoi dhe rigjeneroi, por është i vetmi që na gjykon për mëkatet edhe tani. Ai është i vetmi që banon në ne. Ai është i vetmi që na ka pagëzuar në Krishtin. Ai na ka shpenguar. Ai është i vetmi që na udhëzon, mëson, drejton, kujton të vërtetat e Zotit. Ai zbulon të vërtetën për ne. Ai është ngushëlluesi ynë. Ai është i vetmi që na jep dhurata shpirtërore. Është i vetmi që sjell suksesin për ne. I vetmi që na plotëson. Ai është i vetmi që na fuqizon. Unë kam nevojë për atë. Unë e dua atë. Unë duhet të mbështetem në të dhe kam një arsye të zgjohem çdo mëngjes absolutisht me besim. Me besim për çfarë? Sepse pushteti i prezencës së frymës së shenjtë, fakti se ai është dërguar të jetojë brenda meje, më bën të jemi sigurt se unë sot nuk jam duke e humbur kohën kot. Nëse do të eci në fuqinë e tij, që gjendet në energjinë e tij hyjnore dhe në pushtetin e tij, do të bekohem. Nëse zemra ime rre për atë dhe kam etje dhe uri për ta njohur sa më shumë atë, unë do të mund të kthehem në shtëpinë në darkë në gjendje të falenderoj Zotin dhe t'i lutem atij pavarësisht se me çfarë jam përballuar apo se çfarë kam kaluar gjatë ditës. Kjo ka qenë një ditë e mirë dhe Zoti më ka bekuar sot. Pse? Sepse fryma e shenjtë bëri punën e tij mbi natyrore në jetën time sot. Tani, më jepni një arsye të fortë që të shpëtoj nga depresioni. E di se nganjëherë një person mund të jetë i dëshpëruar emocionalisht. Kjo ndonjëherë ka të bëjë me mungesën e ekuilibrit kimik në jetën e tyre. E kuptoj këtë, por a e dini se çfarë është një depresion i thellë? Është një rënje shpirtërore, një zhytje në errësirë dhe errësirë. A e dini pse? Kjo vjen nga të mos besuarit në Perëndim. Tani për një çast mendo për këtë gjë. Unë besoj se mund t'u jap të dhëna të mjaftueshme për gjëra që mund t'u shkaktojnë një shpërthim nervozizmi.
A e dini se ku jetojnë shumë njerëz? Ata jetojnë me forcat e tyre. Jetojnë me energjinë e tyre. Përballen me një botë të gënjeshtër dhe djallëzore që mund të shpërbëhet në çdo kohë. Ne jetojmë në një botë të pasigurt. Tashmë në botë ka bomba atomike që qarkullojnë përreth shumë kombeve, të mjaftueshme për të shkatruar 4 herë tërë botën tonë. Si mund të shkojmë dhe të flem të qetë me këtë gjë në mendje? Disa njerëz e bëjnë. Ju e dini se ekonomia mund të shkatërrohet, mund të sëmureni apo mund të ndodhë ndonjë aksident. Mijëra gjëra të papritura dhe të paplanifikuara mund të na ndodhin. A është i detyruar një besimtar të zgjohet çdo mëngjes duke menduar, Zot, a do të mbetem gjallë sot? Perëndi, mendoj për të gjitha këto. A do ta humb vendin e punës? A mund të ndodhë që të humbas këtë apo atë gjë? Dëgjoj se çfarë tha Jezusi tek Ungjilli i Gjonit kapitulli 14 vargu 27. Unë po ju lë paqen. Po ju jap paqen time. Unë po ju a jap. Po jo si e je bota. Zemra juaj mos u trondit dhe mos u friksoft. Si mundet t'i thot Jezusi këto gjëra përveç se i mbështetur në faktin se fryma e shenjtë jeton brenda nesh dhe ju ka caktuar përgjithënjës një bir i Zotit? A e dini se çfarë më tha një zonjë kur dola nga kisha një mëngjes? Po thuaj se mbërrita. Jam në kufi. Jam pikërisht në kufi. Në kufi të kujt? Jam në kufit e të besuarit në sigurinë e përjetshme. Unë ju përgjigja. Zonjë, do t'ju shtyj në këtë moment, sepse nëse nuk besoni se keni sigurinë e përjetshme, atëherë në ç'botë jetoni? E bëra nuk e bëra unë, ndodhi nuk ndodhi. Si mund të jetoni në mes të gjithë këtyre dyshimeve? Jo, ju nuk mund të jetoni kështu. Jap se Pali tha tek letra drejtuar Galatasve, kapitulli 2 vargu 20. Unë nuk kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj me unë, por Krishti rron në mua. Dhe ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e Birit të Perëndis, që më deshi dhe dha vetëm për mua. Tani, ju mund të mos bini dakord se fryma e shenjtë është një person i Trinis, premtimi i Atit, dhe çfarë është tjetër? Është dhurata për çdo besimtar. Ai vjen të na aftësoj të bëjmë punën që na ka kërkuar Zoti të bëjmë. Të jetojë brenda nesh, të jetojmë jetën që Zoti na ka kërkuar të jetojmë. Ne kemi identifikuar rreth 12-13 gjëra që bën ai në jetën tonë çdo ditë, nëse ne e lejojmë sigurisht. Tani kam një pyetje tepër të rëndësishme. Si mund të mbushemi me frymën e shenjtë? Si mund të eci në frymë? Dëgjoni me kujdes. A doni të mbusheni me frymën e shenjtë? Është shumë e thjeshtë. Besoni në Jezus Krishtin si shpëtimtarin tuaj personal. Vendosni besimin tuaj tek ai dhe ajo që bëri në kryqin e Kalvarit. Pranojeni atë si shpëtimtarin tuaj me besim. Para së gjithash ju duhet kuptoni nevojën që keni për fuqinë e frymës së shenjtë në jetën tuaj. Në të kundërt nuk do të arrini të mbusheni kurrë. A e dini se çfarë do të bëni? Do të jetoni në këtë botë të vështirë me fuqinë tuaj. A e dini se një nga gjërat më të vështira për njerëzit është të kuptojnë nëse janë të talentuar apo jo, të aftë apo jo, të bukur ose jo? E dini çfarë? Gjithë ky stërmundim nuk ka asnjë vlerë. Pse? Ata besojnë në pamjen e tyre, në aftësitë e tyre, në mundësitë e tyre, talentin, besojnë në gjithçka, përveç se në Perëndin. A e dini çfarë? Ata thonë, pse më duhet Zoti? Nëse jeni një nga ata njerëz që nuk mund të jetë i denjë dhe i aftë të bëjë gjithçka, falendero Zotin për këtë. Nëse jeni një nga ata njerëz që mendojnë, o Zot, ndiem kaq i pa Zot, falendero Zotin për këtë. Mik, më lër të them diçka. Unë ndiem i pa Zot të bëj gjithçka çdo ditë. Jo vetëm që e ndjej këtë, por e njoh si të vërtetë. Ju ndoshta mund të thoni si ka mundësi që një mësues dhe pastor i madh si ju të ndihet kështu. Do t'ua them se unë jam një njerëz si të gjithë të tjerët. Dhe a dini çfarë? Ne të gjithë jemi njësoj. Disa prej nesh janë aq të mençur sa të kuptojnë dhe e pranojnë këtë, ndërsa disa të tjerë jo. Para së gjithash, duhet të pranoj nevojën time absolute për frymën e shenjtë dhe plotësinë e tij në jetën time. Së dyti, unë duhet të dëshiroj të mbushem me frymën e shenjtë. Nëse nuk keni dëshirë të plotësoheni me frymën e shenjtë, atëherë nuk do të ndodhë asgjë. Tani duhet t'u shpjegoj në pak sekonda çfarë vjen nga kjo. Por fillimisht duhet që të shkruani këto fjalë. Para së gjithash, duke qenë i shpëtuar, unë i kuptoj më mirë nevojat e mia. Së dyti, dëshira. Dhe së treti, duhet të jemi gatshëm të pranoj mëkatet e mia. Unë duhet të gjej një zgjidhje, duhet të merrem me çdo gjë që sjell Zoti në mendjen time. Gjëja e katërt, unë duhet t'ja nënshtroj jetën time frymës së shenjtë. Tani më dëgjoni me kujdes. Kur dikush thotë, çfarë do të thotë të ecësh në frymë?
Të ecësh në frymë do të thotë të japësh frymës së shenjtë kontrollin e jetës tënde. Atë, çfarë dëshiron të bëj, çfarë do që të bëj, të pranoj të jetoj nën kontrollin e tij, i gatshëm të bindim kontrollit të tij. Nëse nuk pranoj të dorëzojmë kontrollit të tij në jetën time, atëherë nuk do të mbushem me frymën e shenjtë, sepse mbushja me frymën e shenjtë kërkon kontrollin e frymës. Në qoftë se jam plot me frymën e shenjtë, do thotë se ja kam dorëzuar vullnetin tim atij. Prandaj them, jo vullneti im, por u bëft vullneti yt. Kështu, hapi i parë është të njoh nevojat e mia. Hapi numër 2 është të kem një dëshirë. Hapi numër 3 të ndahem nga çdo mëkat që më mban lidhur. Hapi numër 4 të dorëzoj jetën time tek ai që nën kupton të ecurit në një bindje të brendshme ndaj frymës së shenjtë në jetën time. Të lejoj atë të kontrolloj jetën time. Cili është hapi tjetër? Thjesht ky. Të besuarit në të. Vetëm beso se ai do të bëjë atë që ka premtuar. Çfarë tha Pali? Ai dha në letrën drejtuar Efesianëve, kapitulli 5 vargu 18. Plotësohu me frymën e shenjtë. Tani dëgjoni me kujdes. Zoti nuk do të më kërkonte kur të bëj diçka që ai nuk do ta bënte vetë. Këtu është betejë ime më e madhe dhe mu deshëm vite që ta kapërceja. Arria e mendoja. Mirë, unë jam penduar, lutur, qarë, nënshtruar, kam agjëruar dhe kam pritur me pa durim të ndodhte diçka. Nuk e di pse më mori kaq shumë kohë që të vija në këtë vend. Shkruani këtë shkrim. Letra e parë e Gjonit, kapitulli 5, vargu 14 dhe 15. Dëgjojeni. Kjo është siguria që kemi përpara tij. Nëse kërkojmë diçka sipas vullnetit të tij, ai na e plotson. Tani të mbushesh me frymën e shenjtë është sigurisht në harmoni me vullnetin e tij, kështu që ai më dëgjoj. Ai do të na dëgjojë gjithmonë sa herë që ti kërkojmë diçka që është në përputhje me vullnetin e tij. Dhe nëse dim se ai na plotson të gjitha ato që i kërkojmë, ne dim se i kemi ato që i kërkuam atij. Kam luftuar për vite me radhë me mendimin se si mund të kem siguri për këto që thot ky varg. Në momentin që e pranova këtë varg si të vërtetë, për herë të parë në jetën time mësova se çfarë do të thotë të plotësohesh me frymën e shenjtë të Zotit. E kështu çfarë kemi thënë? Duhet të kemi një ndërgjegjësim për nevojat, dëshirat, faljen, pendesën për mëkatin dhe të kërkuarit prej tij, të besuarit e tij, të dorëzohemi në mënyrën më të mirë që dim dhe të shohim se çfarë do të bëjë ai. Tani, çfarë mund të prisni nëse i kërkoni frymës së shenjtë që t'ju mbush ju? E para është gëzimi. A nën kupton kjo se çdo gjë përreth jush do të jetë siç duhet? As pak. Kjo do të thotë se ju do të jeni të aftë të keni paqe në zemrën tuaj, pavarësisht nga gjërat që ndodhin rreth jush. Pra, gëzimi është i pari. Së dyti do të keni fruta, do të keni rezultate. Asgjë tjetër nuk mund të krahasohet me një të krishterë të mbushur plot me frymën e shenjtë, që është vetëm spektator. Një kristian i mbushur me frymën e shenjtë nuk është asnjëherë pasiv, është gjithmonë i përfshirë në ndonjë shërbes. Të krishterët e mbushur me frymën e shenjtë nuk janë spektator, ata bëjnë gjëra për mbretërinë e Perëndisë. Gjëja e tretë është se besimi juaj do të forcohet. Por aq kohë sa do të ecni në frymë, të nënshtruar ndaj vullnetit të Zotit, do të forcoheni gjithnjë e më shumë. Pse? Sepse Zoti do të fillojë të bëjë gjëra në jetën tuaj dhe përmes jetës suaj që do t'ju mrekullojnë. Ju do të qëndroni dhe do të thoni: "Mirë o Perëndi, po pse mu desh kaq shumë kohë?" Kur unë dhe ju vim në frymën e fundit të jetës, ndofta do të themi të njëjtën gjë. Perëndi, pse mu desh kaq kohë në jetë të mësoja këto të vërteta të mrekullueshme? Dhe kështu duhet t'u them të gjithëve ju të rinjve që dëgjoni këtë emision, mos i merrni lehtë gjërat që dëgjoni. Çfarë nuk do të kisha dhënë që dikush të më mësonte në moshën 12 vjeç gjërat që u kam mësuar fëmijëve përmes pushtetit të frymës së shenjtë gjatë gjithë këtyre viteve? A e dini çfarë? Ndërsa vitet ikin, fillojmë të kuptojmë më shumë e më shumë të vërtetën e fjalës së Zotit dhe të gjithë bekohemi, ndërsa ai vazhdon të na mësojë të vërtetën. Jeta juaj do të mbushet me gëzim, do të keni shumë fruta, do të jeni të suksesshëm dhe do të forcohemi në besim. Tani dikush thot, prit një minutë, kam një pyetje të fundit. Sa zjat kjo e fundit mbushja me frymën e shenjtë për gjithmonë? A është një gjë që ndodh vetëm një herë? Jo. Në rregull. Tani më duhet të di se sa gjatë mund të ecni në frymë. Ja se sa gjatë mund të ecni në frymë. Ju mund të ecni në frymë dhe në pushtetin e tij për sa kohë ju jeni vullnetshëm të bindeni kontrollit të tij në jetën tuaj. Ndoshta mund të thoni, kjo do të thotë që mund të ecni në frymë për një kohë të gjatë? Absolutisht po. Ndoshta mund të thoni, mirë, tani të supozojmë që unë zgjodha të marr kontroll. Të supozojmë se vendosa se e di se çfarë do Zoti.
e megjithatë dua të bëj ndryshe. Të supozojmë se po mëkatoj ndaj Zotit. Dhe çfarë? Dëgjoni me kujdes. Ja se çfarë duhet të bëni. Rrëfeni mëkatin tuaj. Pendohuni për këtë dhe falenderoni Zotin për faljen e tij. Dikush thotë, kjo është krejt e lehtë. Prit një minutë. Kryqëzimi i Jezusit nuk ishte i lehtë, miku im. Dëgjoj me kujdes. Ja se çfarë është hiri i Zotit. Hiri i Zotit është falja e tij e blerë për ju dhe mua përmes vdekjes së paracaktuar të birit të tij në kryq. Arsyeja e vetme që ju dhe unë rrëfejmë dhe kërkojmë falje për mëkatin është vdekja e Jezus Krishtit në kryq. Mëkatet tona na falen menjëherë për shkak të çmimit të jashtëzakonshëm dhe të shkëlqyer që e pagoi Jezusi atje. Në vdekjen e tij në kryq, 2000 vjet më parë, ai mori plotësisht të gjithë borxhin e mëkatit tuaj dhe timin. Kjo është arsyeja. Duket sikur është e thjeshtë, por ja që nuk është kështu. Çfarë bëni ju? Ju rrëfeni mëkatet tuaja, kërkoni falje, e falenderoni për faljen tuaj dhe vazhdoni jetën tuaj. Ju mund të vazhdoni të jetoni jetën tuaj në mënyrën tuaj ose mund të bëni zbulimin më të mrekullueshëm. Të kuptoni atë që do të bëjë Zoti në jetën tuaj dhe në çdo aspekt të saj. Nëse do të arrini të ndërgjegjësoni për nevojën tuaj për frymën e shenjtë. Duke njohur këtë, do të keni një dëshirë të fortë për të ndryshuar në jetën tuaj. Rrëfeni çfarë do lloj mëkati që ju sjell Zoti në mendje. I jepi atij kontrollin dhe tregoni se doni që ai të triumfojë në jetën tuaj. Dhe pastaj falenderoni që ju mbushi me frymën e shenjtë. Dhe e dini çfarë? Jeta juaj nuk do të jetë më kurrë njësoj. Kjo është më e mira, zgjedhja më e zgjuar që mund të bëni. Miq të dashur, le të lutemi së bashku. O Atë, të jemi shumë mirënjohës që je kaq i mirë me ne, që në durimin dhe dashurinë tënde pritem me vite, që ne të kuptonim se për çfarë është e gjithë kjo. Por është lutja ime sot që ta shkurtosh këtë kohë për çdo njërin që e dëgjon këtë mesazh. Të lutem Zot, shkurtoje këtë kohë. Fute thellë në zemrat tona. Le të përfshijë mendjet tona. Le të na përfshijë të gjithëve. Na mbush plot me frymën tënde. Lutja ime është që të gjithë ju që po e dëgjoni këtë emision, të pranoni sfidën, të qëndroni dhe të shihni punën madhështore të Perëndisë. Zot, lutem që ti të bësh vullnetin tënd në jetën e gjithë secilit. Ne të falenderojmë dhe në emrin e Jezus Krishtit unë lutem. Amen. Ju mund të mbusheni me frymën e shenjtë pikërisht tani. Vetëm prano nevojën që ke për të. Pendohu për mëkatet e tua, dorëzoje jetën tënde në duart e tij dhe beso se ai do t'u plotësojë. Në programin e ditës së sotme, Dr. Charles Stanley na rikujton se ne mund të qëndrojmë në pushtetin e frymës së shenjtë për aq kohë sa ne jemi të gatshëm të vijemi në kontrollin e tij. Merre këtë vendim sot për veten tënde. E para Korintasve kapitull 2 na rikujton se fryma e shenjtë zbulon gjëra për ne që i di vetëm ai. Tek e para Korintasve kapitulli 2:10-13 lexojmë: Po Perëndia ne i ka zbuluar me anë të frymës së tij, sepse fryma heton çdo gjë, edhe të thellat e Perëndisë. Sepse cili nga njerëzit pra njeh gjërat e njeriut përveç se fryma e njeriut që është në të? Po kështu asnjë njeri si njeh gjërat e Perëndisë përveç se fryma e Perëndisë. Edhe ne nuk kemi marrë frymën e botës, por frymën që vjen nga Perëndia, që të njohim gjërat që na janë dhuruar falas nga Perëndia. Për këto edhe flasim, por jo me fjalë të mësuara nga dituria njerëzore, por të mësuara nga fryma e shenjtë, duke i krahasuar gjërat frymërore me fjalë frymërore. Këtu të dashur miq kanë përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.